Kryetari i Parlamentit, kemi disa pyetje të vogla lidhur me jubileun 20 vjeçar që feston tani në 30 tetor Agjencia Informative e Maqedonisë, MIA. Do të donim dhe mendimin tuaj. Ç'mendoni pas ekzistimit dhe informimit profesional 20 vjeçar, cili është mendimi juaj për MIA dhe çfarë prisni nga bashkëpunimi në mëtejshëm? Fillimisht më lejoni që përgëzoj dhe të uroj 20 vjetorin e ekzistimit të Agjencionit Informativ të Maqedonisë. Institucioni i cili me akt themeltar është themeluar nga Parlamenti i Republikës së Maqedonisë dhe si i tillë përgjigjet para Parlamentit. Gëzon fakti që në punën 20 vjeçare institucioni përkatës nuk ka pas nevojë që të gjendet para Parlamentit në pozicionin e përgjegjësisë, për faktin që mendoj që me gjitha kapacitetet që ka pas, sado që fillestare kanë qenë, por çdo një në hap me kohën ka përcjell gjitha zhvillimet dhe në këto 20 vjet, dhe me thënë edhe stafi, drejtues dhe punonjësit në agencion kanë kontribuar që të ngritin nivelin profesional të informimit të drejtë, ajo çka është dhe detyra parësore e institucionit, për gjitha ndodhit që ndodhin në vend, kundrejt punëve dhe angazhimeve të institucioneve që përcjell dhe anasjeltës informimit të drejtë qytetarëve. Fakti që lajmet që plason agencioni për publikun më të gjerë transferohen dhe merren edhe nga agencionet tjera, nëmë kupton që ju jeni në rrugën e duhur të punës suaj profesionale, në veçanti në kontekstin e respektimit të etikës profesionale në punën që bëni, gjë që inkurajoj që të vazhdohet me këtë ritëm, gjithsesi me dëshirë që gjithnjë të jeni në hap me gjitha ecurit bashkëkohore në kuptimin e zhvillimit të teknologjisë në drejtim të informimit dhe besoj që keni mundësi dhe jeni në atë pozicion që të mund të përcjellni ato zhvillime të reja. Sipas jush pak a shumë me thatë më përpara, do të thënë sipas juve MIA e ka arsyetuar deri diku besimin te opinioni dhe hapësira mediatike. Po mendoj që gjithsesi se e ka arsyetuar për faktin që them nuk ka pas dilema për lajmet që kanë qenë apo për informacionet që kanë qenë edhe kundrejt institucioneve dhe kundrejt qytetarëve, nuk kanë has në kundërshtim, gjithsesi në demantim. Në fakt, çdo një informacion që ka dalë për aty, s'paku unë për vete nuk kam një uri që edhe dikush të ketë kontestu burimin apo vërtetësinë e asaj çka është interpretuar kundrejt institucioneve dhe drejt informimit të opinionit publik. Dhe kjo është ajo që inkurajon edhe ne si institucione, po edhe ju si agencion që të vazhdojmë në atë drejtim të komunikimit, për faktin që gjithë kemi obligim të ndërsjellë që të informojmë drejt për punët tona që bëjmë dhe ai informim të përcjellet drejt deri te publiku, gjithsesi te qytetarët të cilët janë të interesuar dhe më se të interesuar për punët e ndërsjellja tona. Sipas jush, përmbajtja që ne ofrojmë, MIA që ofron, e i përmbush gjitha ato që ju prisni edhe a mendoni se kredibiliteti MIA-s është duke uritur si nga ana profesionale? Nëse qasja është në aspekt profesional, nuk jam fejlës të gazetarisë që të mund të them qasje profesionale për përmbajtjet edhe për mënyrën metodologjinë e punës, por për faktin që thash edhe paraprakisht se në asnjë mënyrë nuk njoh rast që të ketë pas kundërshtim për të dhënat dhe qasjen e punës dhe për punonjësit që kanë qenë të angazhuar dhe që janë të angazhuar në agencion, flet vetë ai fakt që aspekti profesional të më thënë është në kornizat e asaj çka është edhe etika profesionale dhe çka është metodologjia e punës në profesionin e gazetarisë dhe informimit publikut të gjerë. Por mbi gjitha mund të themi që gjithnjë, siç ka zhvillim në teknologji, ka zhvillim në metodologji të punës, ka zhvillim në metodologji të qasjes, dhe s'do mend që edhe stafi që është i angazhuar aty, i përcjell gjitha ato trende të reja dhe mendoj që ne si institucion themeltar që kemi themeluar institucionin, s'do mend që jam i mendimit që duhet të vazhdojmë edhe mbështetjen e institucionit, edhe për krahjen e punonjësve aty që të
mundën të jenë në trendin e zhvillimit dhe mbështetjes dhe përcjelljes të punëve, ashtu siç i dëshirojmë gjithë ne, punët e njëri tjetrit të jenë në nivelin e duhur, dhe besoj që ka kapacitet agencioni që këtë ta mbajë dhe ta zhvillojë edhe më të tjerë. Domethënë nuk mund të themi të jemi të vetkënaqur se kemi arrit një nivel dhe duhet me u betonu domethënë atë nivel, por gjithsesi që gjithnjë duhet përcjell zhvillimet e reja, ecuritë e reja, dhe kjo është vetëm një shtytje që mund të them ne më të institucionit që keni mbështetjen tonë dhe duhet me vazhdu me punën siç kemi punuar për 20 vjet. Dhe në fund një mesazh që keni ju për si urim për jubileun e Mias. Po mesazhi vetëm është urime agencionit të vazhdoni me punën siç keni punuar, them të jeni edhe më të mirë se sa që keni qenë të mirë në nivelin e duhur dhe të përgëzoni edhe shumë dekada të ardhshme pa i përcaktuar sa ato, besoj që është e arritshme. Faleminderit.